Pas 25 vitesh u kthye në Kosovë për të parë vendin që dikur ja dha makthin më të madh. Mes lotësh e emocionesh, Sanie Bela kujton vuajtjet e familjes së saj në Blac në vatrën e vuajtjeve të popullit shqiptar. Jam konën 7-8 vete kom pas, mutrat, vllaznit i kam, e baba, e moj men milicia veshin e mershin ka një herë, rejshë, e nona në qajke. Shëna për babën e di. Po i maj men shumë, i maj men pa blukin, i kap këtë njerëz i dek, i shtike, i lojke, i sejnë. E maj men kërë nga kanë qu kamp, ato veshin me ato kerat më doj. 25 vetë që i nga konën që kina orën. Baba, kërë i nga konë ma të vullë, unë e maj men sejnë, e unë jam tut me ardhë për shumë. Po kejtë ishin në bo ma mirë, e sejnë, po i nga tut. Ngjarja e Bllacës e vitit 1999 është një nga ngjarjet më të dhimbshme të popullit shqiptar në historinë e Kosovës gjatë luftës së fundit. Shqiptarët atë kohë detyruan të largohen nga shtëpitë e tyre si pasojë e dhunës e spastrimit etnik të kryer nga forcat serbe. Sot pas 25 vitesh, kjo ngjarje sjell përsëri emocione të përziera tek ata që e përjetuan direkt, e po ashtu edhe te ata që për rrethana të ndryshme si ishin në Kosovë. Në qenë se unë jetoj në Mërgim, isha atje, por megjithatë të gjithë i kemi përcjellë më mirë se këtu. Kjo është hera e 4 që vjen këtu që do bëjnë qizimet. Emocionet janë shumë, tash janë emocionet mira, sepse e kemi pavarësinë, i kemi të gjitha, kur i kujtojmë a priori të kalumet vërtet janë shumë rënqese. Vetë se Zoti na ka dhënë durim, na ka dhënë kurajo edhe e kemi arritur dhe sot jemi që jemi. Në përkujtimin e kësaj ngjarje që u bë sot në komunën e Hanit të Elezit, ngjarja e Bllacës u theksua se mbetet plagë e pashëruar. Kryetari i komunës Mehmet Ballazhi ka theksuar se prilli i vitit 99 ishte i kopshëm për popullin shqiptar. Prilli i vitit 1999 ishte i kopshëm për shqiptarët e Kosovës, ku rreth 440.000 shqiptarë nga gjithë Kosova ishin drejtuar drejt kufirit me Maqedoninë, sot Maqedoninë Veriore, sepse dhunshëm po dëboshin nga okupatori serb duke u detyruar ta lënë shtëpitë e tyre e gjithashtu edhe jetën e tyre në mëshirën e Fatit, sepse okupatori ishte i pamëshirshëm dhe askush nuk e dinte se si do përfundonte rruga larg shtëpive të tyre. Në Bllacën 99 unë e kam quajtur Holokausti shqiptar. Të dhimbshme janë pamjet që janë morosur në memorialin këtu të Bllacën 99, ku nga dëbimi nuk janë kursyer as të moshuarit, as nënat e reja, as foshnjët e sapo lindura. Prandaj këto kujtime janë morosur që mos të harrojmë asnjëherë se kush na dhunoi, kush na dëboi e kush deshi të na pastronte etnikisht. Bllaca 99 është simbol i tragjedisë së shqiptarëve, por njëkohësisht është shenjë e qëndrueshmërisë shqiptare, sepse Kosova kishte gra e burra të cilët jetën ja dedikuan lirisë së Kosovës dhe me të gjitha forcat e tyre kundërshtuan nënshtrimin e Serbisë dhe ja kthyen armët duke u bërë frymëzim për gjithë të tjerët, e bashkë me mestan ndërkombëtar e solën lirinë dhe kthimin e shqiptarëve në përtruhet e veta, por që fatkeqësisht sërish viktima po trajtohet si dhënues, sepse sot kur ne e përkujtojmë 26 vjetorin e dëbimit të shqiptarëve, krerët e luftës së shenjtë ushtrisë qendrore të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe të tjerët po gjykohen padrejtisht në një gjykatë politike dhe thënë shkurt fashiste dhe e papranueshme për ne shqiptarë. Bllaca u bë kufi jo ndërmjet shteteve, por ndërmjet jetës dhe vdekjes. Pamjet nga Bllaca tronditën opinionin publik ndërkombëtar dhe ndihmuan në shtimin e presionit ndaj komunitetit ndërkombëtar për të ndërhyrë më fuqishëm.